Unë jam i sigurt. Të e them me bindje të plot. Që sikur ta fiton, Berisha nuk e donte fitore. Nuk e donte fitore? 100%. Nuk futet dikush në garë për të humbur, futet për të fituar, zoti Kara. Shiko. Nëse të kanë mbyllur dyert Britani dhe Amerikë, po, që nuk hapen dyert se them unë. Apo po ta marr me emër, thotë Robert Papa nga Amerika, do vi Berisha evës tjetër dhe kaloj muji s'po vjen. Nuk hapen dyert me pralla. Nëse bile unë shoh që mirë, përpjekje ishin bërë, sepse kishte duhet mua se bën përpjekje. Ty zotëri je non grata dhe në datën 24 mars ta kanë thënë prap që është arritje që të komunikuar një akuzë. Të kanë hetuar dhe kanë komunikuar akuzën. 24 mars të viti. Pra administrata Pa ti nuk lejohet të bëj përpjekje për ta hequr këtë? Po sa të interesuar jemi për drejtat e njeriu që dyshohet që organi akuzës për te dyshimit arrin dhe krijon. S'ka një vendim. Po nuk ka, ju jeni jurist, jeni avokat. Nuk ka një vendim. S'ka vendim, derisa s'ka një vendim. Po në drejtësinë e themi fakti flet vet. Po faktin e vendos gjykata, nuk e vendos as ju. Jo, kur të ketë gjykatë. Sikur të ketë. Dhe me që nuk pati gjykata, kanë dalë ca njerëz si puna ime. Jo, nuk ka gjykatë. Nuk ka folur sepse nuk ka një vendim. Mendoni ju që në Shqipëri kanë një gjykatë saktë? Po patjetër janë gjykata. Absolutisht jo. Po tani në një sistem tjetër në gjykata private nuk ka. Jo, prandaj është ditur ky popull se mendon që ky sistem është i tillë, pa nuk e njohin demokracinë, nuk e kanë shijuar ndonjëherë, edhe mendojnë që gjykata është ajo gjykata e atij personit atje që kanë hequr kafetingu, po që duhet ishin hequr edhe 90% të tjerëve që kanë ngelur. Ata se caktojnë mas unë as ju. Po kush e cakton? Ata që bën vetingun. Kush e bën vetingun? Ata që janë për veting për vete? Po tani ka në një mënyrë tjetër? Po ka. Si? Prandaj tash kur merr fund, prandaj të hyra bëra një hyrje të gjatë, jo se jam llapazan, po kur merr fund demokracia, kur merr fund demokracia me përfaqësim, po? Pra me dolli Bashi Bozuk, që përfaqësojnë thjesht interesat e tyre, shkojnë atë mejdanin politik për fituar plashk për vete, dhe jo për detyrën, ne du t'i kthehemi demokracisë të drejt për drejt. Kjo është jashtë sistem. Po jo më sistem, është baza e sistemit. E ke kushtetut. Si bëhet? Në Shqipëri, edhe me këtë kushtetut, çalamane që kemi, që duhet ndryshuar, pra ne kemi nevojë për reforma. Kushtetun e kemi bërë leckën edhe zotë Kara. E kemi hiq, ndryshon. Ata mund ta bëjnë leck, po jo gjithë njerëzit bëjnë leck. Po Roland, nuk bëjnë gjithë njerëzit leck. Prandaj do i ngjesin në një si puna ime në fyt edhe në një tjetër, se do shtohen tani, ca Romeo të tjerë, mirë apo keq, domethënë, në këtë përballje. Mos mendo ti se në këtë përballje që kemi bërë nuk i kanë ngjesur në fyt në një kock. Si Saliut, i cili nesër ka një gjykatë në lart dhe shpresoj që kam çuar unë për rekurs, ti hapet dhe privatizimi i Çezit, që ka bërë me sybet, paralelisht me Partizanin. Jo, çfarë gjyq është nesër gjykatë e lartë, nuk e di këtë. Po, është një gjykatë e lartë, ku unë kam çuar, po për zotin, po për Berishën. Po? Se zoti është një. Për Berishën, i cili ka bërë një privatizim të korruptuar në dëm të shtetit shqiptar. Keni bërë padi ju e keni file? Po, ky kallëzim është bërë që në 2017. Për çfarë? Se nuk e di objektin. Por privatizimin e korruptuar në dëm shtetit shqiptar të OSSH-s nga Çes Shpërndarje. Okej. Ku janë shkelur gjitha parametrat ligjore. Jo, do të pyes për atë. Tani jo nuk po hyj ajo. Partia Demokratike humbi sepse nuk donte Berisha fakti. Nuk, po ku do ta çojë Shqipërinë nëse ty të kanë mbyllur dyert ta. Kjo familje europiane do të ndroj kursin, do e çojë në Kinë, Iran edhe. Ju votuat zoti Kara? Po kam votuar. Për kë votuat? Kam votuar për atë që nuk e merr mend asnjëriu. Po na e thua. Po jo, po nuk e them fare. Na e thua tani, pastaj lë kështu peng tani. Jo, më kam votuar, po nuk po. Jo, na e thua këtë. Këtë kam ngulur. Se s'të kanë kam ngulur ty në studio. Jo, më unë më kam ngulur s'ket mjet. Po na e thuaj pra që s'do shkoj mendje. Unë s'kam votuar as për Ajdut e sotëm, as për djeshmit. Atë nuk e them pasaj. Po ke votuar për këtë parti të re? Nuk, jo fare, si shkon me një. Jo fare, unë dëgjoj tani. Po mirë, ke votuar për Partinë e Lirisë pastaj. Po, vazhdo. Po, pikërisht për metër se më qas zemra nga ai. Se nga që kam atë. Jo, nga që thej që si nuk i shkon mendja askujt se për ka votuar. Po, udhim se i ku Brahim Llari dhe Basha dhe po e votoi unë. Basha e ke për Fajk Bashën. Dhe me që është atje në paraburgim për kallëzimin tim, e votova unë. Kuptoni domethënë Rashid e keq. Thatë që unë kam votuar për një që s'u shkon mendja. Po nuk ka tani. Po don jo, po son jo. Partitë e reja jo, tani Ilir Meta me. Po, dakor. Ora që keni votë. Kë? Unë mund të jetë njëri që si ka vlet fare vota ime mbase, po ta marr si shembull. Megjithatë
Unë po të theme... Më falat i bje ke votuar për Dashami Shehi. Po, fix. Tani, unë po... Nuk ka rëndësi, unë e dje që vota ime nuk ka rëndësi. Vota jote ka rëndësi si çdo votë çdo kujt. Këtë radhë nuk kishe... Një vot, po vota është komand. Jo, vota është bashk përcaktim, vota është pushtet. Po, është komand, është pushtet. Pushteti i 10.000 personave shkon dhe i delegohet dikujt që me atë pushtetin rregullon punët e veta dhe shkatron Shqipërinë. Okej. Tani, që t'jemi më të fokusuar, më rëndit lutem me pika, përse humbi Partia Demokratike? Se ju thatë një që Berisha nuk donte, por kjo pak besot, ata duan, por nuk arritin, nuk kishin fuqi, po ju me pika. 1, 2, 3, 4, 5, apo sa pika mendoni ju? E para nuk e meriton të herë. Për çfarë arsye? Ata ecën me alternativën, bile vundi i shprehje shumë të neverishme, kur thanë rotacioni është i shenjtë. Ne duam të ecim përpara apo të shkojmë mbrapa. Që nga retorika tyre denigruese, regresive, deri diku jo qytetare, jo pas asnjë. E dyta kjo. Po. Retorik denigruese. Po. E keni fjalën për sulmet që bënin ndaj partive tjera ose personazhe? Unë nuk kam parë nivel më të ulët rrugaçërie se ai i shprehur dhe ditën e zgjedhjeve në Vor, po dhe më përpara nga Nur Moka dhe tjerë. Pra numër 2 debati. Po të mendosh që numër 2 i Partisë Demokratike dhe ata që marrin vendime dhe janë persona më ndikues te Berisha bollësh në hall vet. Ka marrë dhe këta më mysybet se vetja, realisht. Mysybet. Çfarë do të thonë mysybet? Po çfarë them unë tani? Po e marr kështu cop tani. S'ka ku ta lidhësh. 3. 2 i tha 3. Po nuk ka moral. Nuk ka moral. Nuk ka moral? Nuk ka moral. Po pse s'ka moral? Po nëse e shet ekonominë e piramidave për një arritje të institucioneve demokratike deri në vitin 97, nëse e djeg vendin dhe i shkakton me politikat e tua bile dhe drejt për drejta, mbi 3.000 vrarë dhe pastaj vazhdojnë të vrarë deri në fund. Dhe mbas 97 ne kemi një rëshqitje shumë të shpejtë, gjithë strukturë shtetërore në duart e krimit. Deri në 97 ka qenë më përmbajtur. Nëse i krijon me 97 në vendit mbi $60 miliard dëme, edhe një çmenduri kolektive pasaj. Nëse e vret demokracinë, të jepet shans historik për vendosur demokraci, edhe e vret demokracinë që brenda partisë tënde, të cilën e ka tallëdisë në klan familjar. Do të thënë kjo është e katërta. Po, klan familjar. Klan familjar. Po. Ja dha Eduard Selamit, ja mori, ja dha Tretan Sheut, ja mori. Po ke këtë klanin familjar, se ai s'ka si familjar. Do të thënë, madje edhe një nga ata keni qenë dhe ju keni thënë jo vajza do kthehet, jo të tjerë. Do kthehet vajza? Jo, kthehet pjesë e familjes. Ai për të marrë me mua nuk është marrë vetë dhe ka fut fëmijët. Unë s'jam marrë me fëmijët e tij. Ti je sigurt. Unë nuk jam marrë me fëmijët e tij, se fëmijët e tij ja vlen të merresh pse janë fëmijët e tij. Unë merrem me atë. Të tjerë janë politikë që kanë atë dëshirën për të marrë ose jo, nga që thot klan familjar, prandaj. Familjar. Nëse do ta shohësh edhe çdo vend dhe besoj që ai përfaqëson, ai vet, po ta quajmë mafia, por për mua është një organizatë kriminale e madhe nga më të mëdhaja në Europë. Kush? Po Berisha dhe klani i tij, edhe me këtu duhet ta vërtetosh. Se thot një akuzë shumë të rënd. Po. Do të thënë klan mafiosët më i madh në Europë. Le të merri në gjyq. Po tani ju ndoshta se keni problem këtë, po në gjyq mund të humbisni, sepse duhet ta provoni këtë. Po kush po? Ora unë kam hyrë në këtë përballje pasi kam humb çdo interes me skim për veten.